Në mes të shkretëtirës së ngrirë të polit të veriut, aty ku heshtja thyhet vetëm nga era ulëritse, një dritë e kuqe sinjalizon diçka të pamundur. Një operator droni, i mësuar me vetminë e akullit, sapo ka kapur në lenten e tij një pamje që sfidon logjikën njerëzore. Një ari polar po bën diçka që asnjë shkencëtar nuk e ka dokumentuar kurrë. Por në çastin kur e vërteta është vetëm 1 milimetër larg, ekrani fiket. Ajo që nisi si një vëzhgim rutin, do të kthehet në një luftë brutale për mbijetesë dhe në një mister që do t'i lërë të gjithë pa frymë. Përgatituni, sepse ajo që fshihet në lëkurën e atij ariu nuk është ajo që mendoni. Në hapësirën e akullt të polit të veriut, një operator droni i quajtur Carter po kryente vëzhgime rutin ajrore. Ajo që filloi si një ditë tipike në egërsinë e ftohtë, u kthye shpejt në diçka të jashtëzakonshme, kur kamera e dronit të tij kapi diçka në peizazhin e akullt që e la atë të hutuar. Ndërsa afroi pamjen për një vështrim më të detajuar, ai pa një qenie polare duke bërë diçka që nuk e kishte parë kurrë më parë. Përpara se të fillojmë, shtypni butonin like, sigurohuni të abonoheni nëse nuk e keni bërë ende dhe godisni zilen e njoftimeve në mënyrë që të mos humbisni asnjë histori të re.